Ka nisur në Tiranë festivali i teatrit shqiptar Mojsiu, I cili vjen këtë vit në edicionin e dytë. Përmes iniciativës së Teatrit Kombëtar të Shqipërisë, Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Teatrit Shqiptar të Shkupit, në këtë ballafaqim veprash dominojnë ato të gjuhës shqipe dhe pikërisht për këtë fakt Teatri Korçës ka zgjedhur që të konkurrojë me komedinë Nuse vetëm për letra, e shkruar dhe e vënë në skenë nga regjisori e dramaturgu Leka Bungo. Korça konkuron me shfaqjen me komedinë simpatike Nuse vetëm për letra, e shkruar dhe e vënë në skenë nga regjizori dhe dramaturgu Leka Bungo. Guri Korço, unë, Zamira Kita, Kristi Baçe, Franci Eugjini, kemi bërë disa personazhe që jemi të kënaqur me veten. Publiku në Korçë ka pritur shumë mirë. Unë shpresoj që edhe në Tiranë do të qeshin, do të argëtohen pafund. Dhe besoj që ky festival do të jetë një festival ku do të shkëmben mendime për teatrin, do të takojmë trupa të tjera, do të jetë një festival I cili do të jetë një fest e vërtet e teatrit shqiptar. Shfaqjet e festivalit do të kenë hyrje të lirë për spektatorët për të dhënë mundësinë ardashësve të ndjekin nga afër punën e regjisorëve, aktorëve, skenografëve, kostumografëve, kompozitorëve. Festivali është mbajtur në Shkup vitin e kaluar, këtë vit në Tiranë dhe vitin e ardhshëm pritet të zhvillohet në Prishtinë.